Dy vëllezërit nga Basra. Në qytetin e zhurmshëm të Basrës jetonin dy vëllezër të njohur për lidhjen e tyre të ngushtë dhe zemrat e pastra si kristali. I madhi ishte Hasani, një tregtar i devotshëm që çdo të premte xhuman në xhami falte namazin me mirësinë e duhur dhe netve lutej për gjithë bashkësinë umetin. I vogli Huseni punonte tokën e vllajt dhe shpërndante drithra tek të uriturit, duke bërë që çdo grins të shndrohej në buzëqeshje. Një verë të nxehtë, ku kishte nxehtësitë e madhe, shpërthimi i thatësirës i goditi mizërisht fushat dhe eksodi njerëzve drejt qytetit shtoi barrën mbi të varfrit. Hasani vendosi të ndante karavanin e tregtisë në dy pjesë dhe dhuronte gjysmën e mallrave për jetimet e qytetit, duke i lënë shokët pa fjali. Huseni lau çdo mëngjes mbeturinat e fushëve për të prodhuar konsistenca ushqimore për kaçakët e rrugës, duke mos lënë asnjë copë pa shfrytzuar. Kur xhamia u mbush plot, pejgamberi alayhis salam i përgëzoi dy vëllezërit me fjalë që hynë në histori. Vëllezëria juaj zbukuron besimin dhe bamirësia juaj nxjerr në pah mëshirën e mëshiruesit. Fshatarët nisën të vinin nga çdo cep i Bastrës për të parë mrekullinë e bashkëpunimit madhështor që kishte shndruar mungesën në bekim. Një natë, zyra e tregtarit u përmbyt nga shirat e papritura, por drithrat e ruajtura u shpërndan menjëherë për të shpëtuar bukën e fshatarëve. Ngjarja u bë legjendë, se bashkëpunimi dhe besimi në Zot mund të thyente çdo krizë dhe të kthej fatin në favor të të gjithëve. Dita e festës së shkëmbimit të mirënjohjeve u shndrua në një ngjarje të paharrueshme, ku çdo fëmijë u gëzua dhe u vrejt shenjat e respektit. Në këtë festë, Hasani dhe Huseni ngritën gotat me ujë e qumsh duke falendëruar Allahun që i përzgjodhi për këtë detyrë njerëzore dhe shpirtërore. Ata ishin bamirës dhe frymëzuan edhe të tjerët që të bëjnë punë bamirëse.